Dua t'i pyes zoti Shabani për programin e juaj me të cilin synoni t'i fitoni zgjedhjet. Cili është programi? Me çka synoni t'i fitoni zgjedhjet? Atëherë i përshëndes krejt qytetarët e Gjakovës, po edhe tjerë që na ndjekin këto orë të vona. Unë po vi nga një takim madhështor me banorët e fshatit Osek, të Rekës Mirë, ku më dhanë një mbështetje të jashtëzakonshme. Edhe ashtu siç po m'jepin në të gjitha lagjet edhe fshatrat e komunës Gjakovës, programi i Partisë Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje është një program që prek të gjitha shtresat e qytetarëve të Gjakovës, të fillu nga arsimi, shëndetësia, zhvillimi ekonomik, bujqësia, kulturi, një sport, dhe gjitha sektore tjera cilat janë qensure për zhvillimin e komunës. Në arsim e kena programin për zhvillimin e mësimit tërditor. Ky hap do të merret nga komuna për shkak se të numrit të vogël të nxënësve dhe për shkak të për me zgjidh problemin me klasat e kombinuara, të cilat i kemi në komunën e Gjakovës. Të shëndetësia dhe mirëqenia sociale, ne kemi udhëhequr me drejtorinë e shëndetësisë deri tani, janë bërë disa punë të mira, po na duhet me bë më shumë, na duhet me bë më mirë, ashtu siç është edhe motoja e programit tonë, do zgjerojmë punën 24 orë edhe për 2 qendra tjera të mjekësisë familjare në qytet, dhe tek mirëqenia sociale do mbështesim familjen e cila gëzon lindjen e fëmijës për secilin fëmijë me 250 euro. Të zhvillimi ekonomik, me qenë se une specializim e kam fushën e teknologjisë në biznes, jam fokusuar në krijimin e 3 qendrave multifunksionale, të cilat do kenë hapësira afariste dhe mbështetje logjistike nga komuna, përfshirë kabinetet të ndryshme, të sektoreve të ndryshme ku të rinjt, nxënësit, studentët e komunës së Gjakovës do t'i zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, po edhe idetë e tyre për të bërë biznes me mbështetje nga komuna e Gjakovës. Në këto 3 qendra do bashkëpunojmë me grupe të ndryshme të interesit që janë momentalisht në komunën e Gjakovës, do fokusohemi në zgjidhje inovative të problemit të ekonomisë në Gjakovë. Mirë, dalem sektor për sektor, zoti Shabani. Tek arsimi, plani më i zgjeruar konkretisht për arsimin, përmendet mësimin gjithëditor ose tërditor, si planifikoni ta bëni si pilot projekt në fillim, a ka